Kush tha që në Manhattan nuk ka plazh? Në mes të New Yorkut shiheni plazh dhe njerëzit që bëjnë banjo dielli në zonën përballë Hudson River, përballë Hoboken, edhe ja ku keni mas shpinës time dhe zonën e ish-kullave binjake dhe godinën e re të ngritur atje. Tej është pjesa e Manhattanit, Avenue 11, dhe rreth e rrotull je komplet në plazh. Shiheni edhe çadrat e plazhit, edhe njerëzit që rrinë në për shezllong. Po ja tregoj pak më mirë. Ja dhe çadrat, rëra hedhur kuptohet. Njerëzit që bëjnë banjo dielli. Edhe kujdesi. Natyrisht nuk lejohet të futesh, por deri këtu je perfekt për të bërë plazh edhe në mes të Manhattanit. Shiheni në çfarë zone.